Territori shqiptar për datën 26 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësirat e lehta kalimtare në disa zona malore. Në orët e para të mëngjesit mund të ketë mjegull të përkohshme në ulësirën perëndimore, ndërsa gjatë ditës do të dominojnë intervalet me diell në shumicën e rajoneve. Nuk priten rreshje shiu dhe kushtet atmosferike do të jenë të qeta gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 tetor do të jetë në orën 5:58, ndërsa perëndimi në orën 16:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 22 gradë Celsius.